Pas incidenteve në kuvend gjatë seancës plenare të së enjtes, Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin nga parlamenti të 29 deputetëve të Partisë Demokratike, përfshirë kryetarin e saj Sali Berisha. Sekretariati për procedurat, votime dhe etikën u mblodh këtë të premte për të vendosur mbi përjashtimin e deputetëve, por pas kërkesës së deputetëve demokrat, mbledhja u shtyp për të martën e 23 dhjetorit në orën 10. Deputeti Sajmir Korreshi kërkoi që mbledhja të mbajë me dyert të mbyllura dhe që provat të jenë publike, ndërsa kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi kërkoi shtyrjen e mbledhjes. Bardhi akuzoi mazhorancën se po tenton të fshijë opozitën nga kuvendi dhe kërkoi përgjegjësish nga deputetët e mazhorancës. Sipas mazhorancës, deputetët e opozitës shkaktuan kaos në seancën plenare, penguan zhvillimin e seancës dhe fyen anëtar të qeverisë. Për dëmtim të pajisjeve parlamentare dhe përplasje me Gardën e Republikës, socialistët kërkuan përjashtim 60 ditor për sekretarin e përgjithshëm të PD-s Flamur Noka, si dhe për deputetët Belin Kolliçi, Kleviz Balliu, Fidel Kreka, Ledina Lolli, Deniz Vata dhe Albana Vokshi. Për kryetarin e PD-s Sali Berisha, kreun e grupit parlamentar Gazmend Bardhi dhe deputeten Elda Hoti u kërkua përjashtim 30 ditor, ndërsa një grup tjetër deputetësh demokrat, mes të cilëve Besar Xhaferi, Xhelal Mziu, Bledion Allbati, Luciano Boçi, Sajmir Korreshi, Edi Paloka, Ina Zhupa dhe Oert Bylukbashi, u kërkua përjashtim e 10 ditë. Gjatë seancës në sallë u hodhën mjete piroteknike, u ndezën flakadan dhe pati përplasje fizike mes deputetëve të opozitës dhe Gardës së Republikës, çka çoi në ndërprerjen e punimeve të kuvendit. Mbledhja e sekretariatit do të vazhdojë të martën e ardhshme, ku do të diskutohet më tej për masat disiplinore ndaj deputetëve demokrat.